Të hëna të reja kanë dalë në dritë për një prej dokumenteve më të veçanta të trashëgimisë gjuhësore, siç është fjalori greqisht-shqip i Marko Boçarit. Studiuesi dhe profesori Dhori Qiriazi, në një kumtesë të mbajtur këtë të mërkurë në Akademinë e Shkencave, solli në vëmendje se shqyrtimi i kujdesshëm i fjalëve të regjistruara në fjalorin e Boçarit çon në përfundimin se greqishtja e suljótve kufizohet në një spektër të caktuar leksikor të jetës së përditshme, por pasqyron në të njëjtën kohë edhe bashkëjetesën e këtij dialekti me greqishten. Fjalët e gjuhës greke dhe gjuhës shqipe ndodhen pranë njëra tjetrës, ashtu edhe dy popujt historikisht janë ndodhur pranë njëri tjetrit, ashtu, me marrëdhënie në përgjithësi harmonike, dhe Mark Boçari është një figurë simbolike, e cila çfarë tjetër mund të jetë që të simbolizojë aq bukur marrëdhëniet historike, miqësore, luftarake, luftat për liri të dy popujve tanë. Por si e shpjegon profesor Qiriazi arsyetimin se glosari i Boçarit mund të quhet dorëshkrim dhe jo fjalor. Në moshën 19 vjeçare shkruan fjalët të cilat i përkthen së bashku me ndihmën e të jatit, të ungjit dhe vjerit të arshëm të tij që janë të gjithë suljot. Nga ana tjetër, mund të themi me bindje që pjesa shqipe e fjalorit është komplet e hartuar nga vetë suljotët. Dhe këtu qëndron, le ta themi, interesi i madh leksikografik dhe gjuhësor i këtij fjalori, sepse nëpërmjet tij marrim informacion shumë të rëndësishëm dhe të hollësishëm për shqipen që flitej në trojet e Toskërisjes së Jugut në atë periudhë. Sipas profesor Qiriazit, në një studim të shkurtër të vitit 1995 nga Dinos Georgudis, sillen prova sipas së cilave konsulli francez në Janin, Pugvil, mbante në duar një fjalor italisht-greqisht të vitit 1775 dhe prej aty merrte fjalët, të cilat në vazhdim përktheheshin nga greqishtja në shqip prej grupit të suljotëve që i bënin shoqëri diplomatit frëng, mes të cilëve edhe Marko Boçari me të atin, të ungjin dhe vjerrin e vet, të cilëve ky i fundit u kërkoi ta ndihmonin për hartimin e një glosari greqisht-shqip.